Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Me lejnë Allah dhe Azza wa Jall, pasi përfunduam një nga shenjat e mëdha të ditës së Kiametit, që paralajmërojnë Kiametin dhe që ishte fitnja e Dejjalit, sot jemi me një tjetër shenjë të rëndësishme, ardhja apo shfaqja së cilës do të sjellë ndryshime në tokë, ndryshime tek njerëzimi dhe jeta e tyre. Shenjë për të cilën ka paralajmëruar profeti alayhi salatu wassalam në shumë hadithet e tij. Dhe që është ardhja e Mehdit. Ardhja apo shfaqja e Mehdit. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij: "La taqumu as-sa'a hatta tamtaliya al-ardu ظلما وعدوانا ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا." Nuk ka për të ndodhur Kiameti derisa toka të mbushet me zullum dhe padrejtësi. Pra, zullumi dhe padrejtësia do të jenë shumë më tepër nga që janë sot. Do të jetë shumë e përhapur. Do të jetë shumë e rrallë drejtësia, barazia. Do të jetë diçka shumë e rrallë, apo shumë e vështirë për të arritur kudo. Dhe ajo që do mbisundoj në tokë është zullumi, padrejtësia, pra kaos. Allahu na ruaj. Dhe ndër të gjendje pra Allahu Azza wa Jall do të sjellë një burr nga pasardhësit e mi. Nga pasardhësit e mi, apo nga familja ime, i cili do të mbush tokën me drejtësi dhe barazi, ashtu si që ishte mbushur më parë me padrejtësi dhe zullum. Ashtu si që ishte mbushur më parë me padrejtësi dhe zullum. Dhe hadithin transmeton Imam Ahmedi dhe sartëson Sheikh Albani, Allah i mëshiroft. Pra ndër të hadith, profeti alayhi salatu wasallam thotë se nuk ka për të ndodhur Kiameti derisa të vijë ky person. Gjë që tregon se ardhja e Mehdit, sepse për Mehdin bëhet fjalë, siç do të sqarohet më mirë dhe nga hadithet në vazhdim, tregon që ardhja dhe shfaqja e Mehdit është nga shenjat e Kiametit, që paraprin Kiametin dhe që tregojnë se Kiameti tani është afër. Dhe se Mehdi është një person i mirë, një burr, një besimtar i mirë, që do të vinë në fund të kohës. Ai është nga familja e profetit alayhi salatu wassalam, edhe do të bëhet halife i drejtë për muslimanët. Ai do të rikthej apo do të vendos drejtësi dhe barazi. Do të ngrejë fen islame. Muslimanët atij do të japin besën e udhëhesit. Dhe të gjithë do të falen pas tij, pra ai do të jetë imami, saqë dhe Isa alayhis salam kur të zbresi në kohën e tij, do të falet pas tij. Dhe do të dalë para Dejjalit, do të vijë ky person para Dejjalit. Dhe ndërsa Isa alayhis salam do të zbresë kur ai dhe muslimanët janë mbledhur për të falur namazin e sabahut dhe për të nisur në luftë kundra Dejjalit. Në këtë kohë do të zbresë, do të vijë, pra është një person që do përjetojë dy shenja të mëdha të Kiametit, Dejjalin dhe Isa alayhis salam, birin e Meryemës. Dhe El Mehdi normalisht që është fjalë arabe, dhe ka kuptimin e udhëzimit. Rënja e fjalës ka kuptimin e udhëzimit, ndërsa termi El Mehdi ka kuptimin e të udhëzuarit. Pra Allahu, ose themi, ky është person i udhëzuar nga Allahu. Person i udhëzuar nga Allahu, prandaj e ka edhe këtë cilësi, El Mehdi. Dhe rreth Mehdit janë përcjell shumë hadithe, disa të sakta,
disa të dobta, por ka edhe hadithe të trilluara. Hadithe të trilluara, të pavërteta, gënjeshtra, që i kanë sajuar njerëz të ndryshëm për interesat e tyre. Dhe ndër hadithet që tregojnë në mënyrë direkte për Mehdin, përveç atij që përmendëm më parë, është edhe fjala e profetit alayhi salatu wassalam: "Law lam yabqa min ad-dahri illa yawmun, la ba'atha Allahu rajulan min ahli bayti yamla'uha 'adlan kama muli'at jawran." Nëse nuk do të mbes nga koha, pra nga jeta e dynjas, qoftë edhe nëse do të mbes nga jeta e dynjas, qoftë edhe vetëm një ditë, Allah do të dërgojë një person nga familja ime. Pra ardhja e tij është e sigurt. Prandaj sjell të krahasim profeti alayhi salatu wasallam, nëse mbet edhe një ditë nga dynjaja, ai do të vi. Ardhja e tij është e pakontestueshme. Ai do të vi, edhe nëse ka mbetur një ditë në kjo botë. Dhe është nga familja profetit alayhi salatu wassalam, dhe do ta mbush tokën me drejtësi. Pasi më parë ishte mbushur me padrejtësi, dhe përhapjen e një drejtësie të madhe në tokë, në përmasa të tilla vëllezër, çfarë është? Është qetësi. Është qetësi, është mirëqenie. Qetësi shpirtërore, mirëqenie materiale, apo jo, kur ka drejtësi, burojnë edhe këto mirësi. Dhe ka thënë gjithashtu profeti alayhi salatu wassalam: "Al-Mahdi min atarati min waladi Fatima." Mehdi është nga pasardhësit e mi, nga bijtë e Fatimes. Aliu dhe Fatimja, radiallahu ta'ala anhuma, kishin si djem Hasanin, Al-Hasan dhe Al-Husein. Dhe thot profeti alayhi salatu wassalam se Mehdi është nga pasardhësit e mi, dhe thot nga bijtë e Fatimes. Nga bijtë e Fatimes, radiallahu ta'ala anha. Por nga cilët këta dy djem, nga Al-Hasan apo nga Al-Husein? Shumica e dietarëve thonë se është nga Al-Hasan. Do të jetë nga pasardhësit e Al-Hasan, dhe sjellën një hadith që nuk është i saktë si hadith. Por siç përmend edhe Ibn Qayyim, Allahu mëshiroftë, është më e mundshme thotë që të jetë nga bijtë e Al-Hasan ibn Ali. Është më e mundshme. Kjo për faktin se profeti alayhi salatu wasallam ka thënë: "Wa anna ibni hadha sayyid, la'alla Allahu an yusliha bihi bayna fi'atayn 'azimatayn min al-muslimin." Ky biri im, dhe pati për qëllim nipin e tij, Al-Hasan, është i nderuar. Allahu me anë të tij do të bëj bashkimin, unitetin, unifikimin ndërmjet dy grupeve të mëdha të muslimanëve. Dhe kjo ndodhi kur u vra Uthmani radiallahu ta'ala anhu, sahabët ja dhanë besën për khalife Aliut radiallahu ta'ala anhu, përveç Muawijes, që ishte në Sham, nuk e pranoi këtë gjë. Kur u vra dhe Aliu radiallahu ta'ala anhu, tu më pas ndodhi konflikti. Pati sahabë që i dhanë besën Al-Hasan ibn Ali radiallahu ta'ala anhu. Dhe ndërkohë Muawiya kërkonte vetë marrjen e pushtetit, drejtimin radiallahu ta'ala anhu. Dhe kështu u bë një fitnë për muslimanët. Filloi një përçarje. Dhe nipi i profetit alayhi salatu wasallam Al-Hasan e mbajti vetëm rreth 6 muaj postin e tij si udhëheqës i muslimanëve, dhe më pas ia dorëzoi Muawijes, me qëllim që të shuante fitnën dhe të mos kishte vëllavrasje midis muslimanëve, disa me këtë udhëheqës dhe disa me këtë tjetër udhëheqës. Ja dha.
Si sa profeti alayhi salatu wasallam do të bëj pajtimin ndërmjet dy grupeve të mëdha të muslimanëve. Dhe kjo ndodhi në vitin 41 të Hijrit. Prandaj thot, duke qenë se ky e la atë që i takonte më shumë se Muawiya, pa dyshim, radhiyallahu ta'ala anhu. E la për hir të Allahut, që mos vriteshin muslimanët midis tyre, të unifikohesh fjala e muslimanëve, atëherë Allahu Azza wa Jall nga pasardhësit e tij cartoi Mehdin. Ja zëvendësoi me një tjetër khalife të rëndësishëm për umetin. Ishte i qartë mënyra argumentimit të atyre dietarëve që thonë që është nga Al-Hasan ibn Ali. Ka të tjerë që thonë babai i tij është nga pasardhësit e Al-Hasan ibn Ali, ndërsa nëna e tij nga pasardhësit e Al-Huseinit. Djali tjetër të Fatimes, vllai të Al-Hasan. Dhe siç e përmendëm më parë, Al-Mahdi, ky musliman udhëheqës, musliman khalife i drejtë, do të jetë imam edhe për Isain, birin e Meremes. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij, "Kayfa antum idha nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum?" Cila do të jetë gjendja juaj kur do t'ju vi juve Isai, biri i Meremes, dhe imami juaj do t'jetë nga vetë ju. Pra nuk do t'jetë Isai alayhi salam, por nga vetë ju, por nga ju. Do t'jetë imam edhe Isait alayhi salam. Dhe duhet të jemi parasysh diçka vëllezër, se kur dëgjojmë për hadithe të tilla, pra që do të vinë një musliman i tillë, udhëheqës i drejtë, në një kohë kur toka është shkatërruar, është mbushur me padrejtësi, me ligjësi, me zullum, dhe do të vijë një njeri që do ta ndryshojë krejtësisht situatën. Dhe ky njeri nuk do të jetë nga shtetet fuqishme që njihen sot, të fuqishme në ekonominë e tyre, të fuqishme në teknologjinë e tyre, të fuqishme në politikën, ushtrinë e tyre, jo. Por do të vinë nga muslimanët. Dikush mund thotë si ka mundësi. Ne jemi për çja halli. Kush do me na pushtu, na pushton. Kush do me na bë keq, na bën keq. Ndërkohë dëgjojmë hadithe të tilla që do vijë të ndryshojë situatën. Ajo që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam është më se vërtetë dhe nuk ka asnjë dyshim në të. Dhe hadithet të tilla edhe që lajmërojnë për një të ardhme të ndritur, të fuqishme të muslimanëve, edhe pse i dëgjojmë dhe i përmendim në një kohë kur ne jemi të dobët, të pafuqishëm, të pamundur të mbrojmë njëri tjetrin, edhe pse jemi të shumtë në numër, dhe ata që na shtypin janë më të pakët në numër, atë hadithe të tilla ne i besojmë përkundrejt realitetit që jemi, sepse kohët ndryshojnë. Kohët ndryshojnë. A nuk u thoshte profeti sallallahu alaihi wasallam sahabëve të tij në Mekë? Dhe ne dimë që sahabët në Mekë torturoheshin, përsekutoheshin. Mundoheshin, vriteshin, rriheshin, largoheshin fshehurazi, linin pronat e tyre, familjet e tyre dhe itnin fshehurazi. Në një situatë të tillë profeti alayhi salatu wasallam i thoshte sahabëve, ju do merrni pasuritë e perandorive më të fuqishme, të persëve dhe të romakëve. Pra ndërkohë që sahabët ishin sigurt qytetin e tyre, nuk falnin dot namazin publikisht. Nuk ishin të sigurt dhe arrinin mbrëmjen apo jo. Profeti alayhi salatu wasallam i thoshte për diçka që do luftoni dhe do fitoni dhe do rëmbeni, do merrni pasuritë e dy perandorive më të fuqishme të asaj kohe. Kush? Ne që po rrihemi? Ne që jemi pasigurt në vendin ton, shtëpinë ton?
Ne që strimi asgjë? Po, dhe ashtu ndodhi. Dhe ashtu ndodhi. I thyen muslimanët të dy këto perandori. Dhe i morën kurorat e mbretërve të tyre. Prandaj edhe pse jemi në situatë të tillë, ne besojmë bindshëm pas një dyshim se kjo gjë do të ndodhë me të vërtetë përkundrejt dobësisë në të cilën ne jemi. Prandaj hadithe të tilla nuk duhet i pranojmë në bazë të gjendjes në të cilën jemi dhe themi përderisa jemi kaq dobët s'do të jetë i saktë hadithi apo themi më pas s'do të jetë ky kuptimi, do të jetë ndonjë interpretim tjetër, ndoshta është diçka simbolike, metaforike e tjerë. Jo. Është reale. Është reale, siç ka thënë profeti alayhi salatu wassalam. Dhe për cilën nga Xhabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë Fayenzil Isa ibn Maryam do të zbres Isa alayhis salam, themi do të zbres sepse do të vinë nga qielli. Bal rafa'u Allahu ilay, por Allahu ngriti tek ai, do të zbresi prap. Dhe do të thotë emiri juaj, prisi juaj, pra i drejtohet sahabëve, dhe me anë tyre mbar umetit. Ta'al salli lana, eja, na pri në namaz, falu ti për ne. Dhe ai do t'i thot la inna ba'dakum ala ba'din umara takrimat Allahi hadhihi al-umma. Jo thot, ju jeni udhëheqës të njëri tjetrit. Juve vetë. Imamët tuaj janë nga vetë ju. Dhe kjo gjë nderim nga Allahu për këtë ummet. Pra edhe pse do të vi pejgamberi i Allahut Isa alayhis salam, nga pejgamberët më të rëndësishëm, me gradën më të lartë, prap do të jetë pasues i muslimanëve. Do t'i përmbahet Kur'anit dhe do të ndjerë shariatin e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Dhe lejohet gjithashtu që të jetë imam dikush që ka më pak post ose vlerë se një tjetër që mund të jetë në saf. Lejohet kjo gjë. Pra kjo pjesë e hadithit është argument. Profeti alayhis salatu është fal pas Ebu Bekrit dhe pas sahabëve të tjerë. Dhe gjithashtu ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, do të zbresi Isa i biri i Meremes dhe do të thot emiri i tyre prej atyre muslimanëve që janë mbledhur El-Mahdi, e përmend me emër. El-Mahdi. Pra përmendja e emrit në këtë transmetim shpjegon dhe vërteton që imami që përmend në hadithet e mëparshme kur zbresi Isa alayhis salam është El-Mahdi. Dhe do t'i thot eja falu ti me ne. Ai do t'i thot jo, ju jeni udhëheqës, prijes të njëri tjetrit, nderim nga Allahu për këtë ummet. Dhe do t'jetë zbritja e Isait alayhis salam në kohën e ikametit, pra shtirë ikameti. Dhe Imam Mehdi bëhet gati për dhënë tekbirin fillestar. Zbret Isa alayhis salam dhe ai spostohet, hecën mbrapa, siç vjen në hadithin e profetit alayhis salatu wassalam. Hecën mbrapa në shenjë modestie dhe vlerësimi për profetin e Allahut Isa alayhis salam. Se normalisht në gradë më të lartë se Mehdi, pejgamber. Edhe pse Mehdi doli imam, por Isa alayhis salam është më i lartë, pejgamberi i Allahut, dhe nuk ka gradë më të lartë për njeriu se sa grada e pejgamberllëkut të dërguarit. Dhe falet imam me ta. Ndër cilësitë e Mehdit është se Allahu i lartësuar e përmirëson brenda natës. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, "Al-Mahdi minna ahl al-bayt, yuslihuhu Allahu fi layla." Mehdi është nga ne, familja jon, pra familja pasardhësit e profetit alayhi salatu wasalam.
Allahu do ta bëj të mirë, do ta përmirësoj brenda një nate. Brenda natës. Tani çfarë kuptimi ka Allahu do ta përmirësoj brenda natës? Disa dietar thonë se kuptimi është që do ta përmirësoj për të qenë prijes, udhëheqës, drejtues shteti, ummeti. Pra do t'i jap aftësi që i nevojit një udhëheci që drejton një popull. Të tjerë, dhe ky është kuptimi i saktë, është që Mehdi fillimisht do të ketë disa gabime. Pra nuk do të jetë në një shtallë devotshmërie. Do të ketë lëshime në fe. Por Allahu Azza wa Jall do t'ia mbushi zemrën me pendim. Dhe do të pendohet. Dhe do të bëhet tjetër besimtar. Dhe që nuk është çudi që të ndodhë që brenda një momenti të shkurtër, të vogël, të pakët, njeriu të kalojë nga një gjendje në një tjetër. Kemi shembuj të tillë në Kur'an. Kemi shembullin e magjistarëve të faraonit, të cilët erdhën fillimisht në fillim të ditës si pabesimtar dhe ndër më të këqinjt, ndër pabesimtarët më të këqinj, për të ndihmuar më të keqin, faraonin. Por në fund çfarë ndodhi? Brenda ditës. Çfarë ndodhi? Ranë sejdë. Dhe thanë, ne i besuam Zotit të Harunit dhe të Musait. Dhe i kërkuan falje Allahut. Pra ndryshoi situata atyre. Brenda të njëjtës ditë. Prandaj nuk është çudi apo e vështirë për të besuar dhe për të pranuar që edhe me Mehdin do të ndodhë diçka e tillë. Dhe ndër veçoritë e tjera të tij është ajo që përmendëm edhe më parë se në kohën e tij ai vetë do të përhap drejtësi në tokë, barazi. Dhe që është diçka shumë e bukur. Të jetosh në një kohë ku sundon drejtësia. Askush nuk të hyn në hak. Dhe as nuk e frikë se dikush do të hyjë në hak. Dhe as nuk e pasiguri për pronën tënde, për jetën tënde, për familjen tënde, për të ardhmen tënde, je i qetë, i sigurt. Dhe nuk bëhet fjalë për një rajon, për një kontinent, por profeti alayhis salam tha tokën. Pra toka do të sundohet me drejtësi nga ky halife i mirë. Siç janë hadithet që përmendëm më parë. Edhe ndër veçoritë e tij është se do të ketë shumë pasuri në kohën e tij. Pra çfarë nuk kupton ti? Mirëqenie shumë të madhe, bollok. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Abu Sa'id al-Khudrit radhiyallahu ta'ala anhu se inna fi ummati al-Mahdi, në umetin tim ose nga umeti im do të vi Mehdi. Ai do të qëndroj 5 apo 7 apo 9. Ky numër me apo 5 apo 7 apo 9 është dyshim nga një prej përcjellësve të hadithit. Sa tha profeti alayhis salam, tha 5 apo 7 apo 9. E pyetën, o i dërguari i Allahut, çfarë kuptimi ka me këto numra? Tha profeti alayhis salam, vite. Pra nuk do të qëndroj dhe shumë. Nuk do të qëndroj dhe shumë, pse jemi në fund kohës vëllezër, afër kiametit. Prandaj edhe gjërat janë të shkurtra. Dhe do t'i vi aty një person dhe do t'i thot, o Mehdi, më jep mua, më jep. Pra nga pasuria, nga gjërat materiale, dhe ai do t'i jap, do t'i ambush rroben atij, ai sa nuk do të ketë mundësi ta mbaj personin, do t'i ambush me dinar apo dirhem, apo me pasuri, tha profeti alayhis salam, sa që s'do të ketë mundësi ta mbaj personi. Pra nuk do t'i jap një grusht të fusin në xhep, jo, rrobe. Pra me rrobe. Sasi e madhe. Do t'i japi pa numëruar fare. Do t'i japi pa llogari. Dhe që nuk kupton, do të tregon mirëqenien që do të përjetojnë besimtarët në atë kohë.
Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhiri ummati khalifatan yuhthi al-mala hathyan la ya'duhu adda. Në fund të kohës në ummetin tim do të jetë një khalife që jep pasuri pa llogaritur fare. Njerëzit sot rrinë e bëjnë luftë, partitë bëjnë fushat, do ta bëjnë pensionin 200 euro, thot njëri. Tjetri thot do të bëjmë rrogën mesatari 1000 euro. I duret save, ky po, me këtë do ja hedhim. Shive. Kjo është bujaria e vërtet, e udhëhesit. Ka dhe jep popullit të tij. Ka dhe jep popullit të tij. Por cilat janë cilësitë fizike, trupore të Mehdit? Dhe kjo është e rëndësishme ta njohim vëllezër. Pse? Sepse jo tani, por ka kohë, ka shekuj, që kohë pas kohë dalin persona ndryshëm thonë unë jam Mehdi. Ka. Mashtrues të tillë ka. Dhe në internet mund gjeni. Që dikush e ka vetë shpallur veten e tij si Mehdi. Edhe i fton ato të paditur gjyqtarët vetes, t'i japin besën atij. Dhe nuk është ky që i jep pasuri, siç është nga veçoria e Mehdit, po ata i japin ti dhe ky e merr. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij, al-Mahdi minni ajla al-jabha aqna al-anf. Mehdi është nga unë, pra nga pasardhësit e mi. Ajla al-jabha, me ballë të gjerë. Me ballë të gjerë, burror. Jo ball i vogël apo ball që mbulojnë flokët, por ka ball. Të që tregon potencë, fuqi dhe zgjuarsi. Dhe me hundë aqnal anf. Aqnal anf ka kuptimin një hundës të plot, të rregullt, por me pak kurriz në mes. Por me pak kurriz në mes. Ky është tipar mashkullor. Dhe prandaj nëse dikush vjen edhe cilëson veten e tij Mehdi dhe nuk ka ato cilësi, e dallojmë qartë që ai është gënjeshtar. Prandaj është e rëndësishme, sidomos në kohën e sotme, njohja e haditheve rreth Mehdit. Një tjetër veçori e Mehdit është ajo që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, yu'ati'u ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi. Emri i tij përputhet me emrin tim, pra do të quhet Muhammed. El-Mehdi është cilësi. Dhe jo s'është emri i tij. Emri i tij është Muhammed. Dhe emri i babait të tij përputhet me emrin e babait tim. Emri i babait profetit alayhi salatu wasallam cili ishte Abdullah. Muhammed ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Por edhe ky do të quhet Muhammed bin Abdullah. Dhe cilësia e tij apo epiteti i mirë i tij, titulli i tij është El-Mahdi. Ka disa hadithe të cilat nuk tregojnë në mënyrë të drejtë për drejtë që bëhet fjalë për Mehdin, pra tregojnë për një person që do të vi, që do t'i ndodhin gjëra të çuditshme, por që nuk përmendet Mehdi. Dhe dietarët, të paktën një pjesë e tyre, tregojnë dhe thonë se në këto hadithe bëhet fjalë për Mehdin. Ndër këto hadithe është hadithi i Aishës radhiyallahu ta'ala anha, e cila thotë se një herë në gjumë profeti alayhi salatu sallam lëvizi trupin e tij në mënyrë të çuditshme. Dhe kur u zgjua i tha: "O i dërguari i Allahut, veprove diçka gjatë ëndrrës gjumit tënd që nuk i ke bërë më parë." Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Çudi, tha, me njerëz, disa njerëz nga umeti im, pra janë musliman, që do të nisen drejt Qabes kundra një personi nga Kurejshët. Do të nisen drejt Qabes kundra një personi nga Kurejshët që është strehuar në Qabe. Dhe kur të arrin në një vend El-Beida, jo se është një vend i posaçëm, emërtim fshati apo qyteti apo krajine, jo. Por ka për qëllim një tokë
e shkret, e hapur, e gjerë. Kur të arrin aty, do t'i përpi toka këtë ushtri, që është nisë drejt Qabës, për të vrarë këtë person. Dhe thot Aisha radiallahu ta'ala, na i tham, o i dërguari i Allahut, rruga është ajo që i mbledh njerëzit. Pra, kuptimi është që në këtë ushtri mund të jetë përveç ushtarëve, mund të jetë edhe njerëz që janë bashkangjitur, por mund të jenë bashkangjitur për të bërë umrën. Apo janë tregtarët, apo janë me nevoja të ndryshme. Pra të gjithë do t'i përpi toka, si ata që janë luftëtarë dhe kanë ardhur për të bërë këtë zullum, por edhe ata që janë thjesht njerëz me nevoja të tjera dhe nuk e kanë këtë niyet. Është e rëndësishme kjo pjesë e hadithit. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, po tha, midis tyre ka të tillë, pra që janë nisur me vedije për të bërë atë zullum, komandantë, ushtarët, apo çfarë ka ushtria në formacionin e saj, ka të shtrënguar, të imponuar, të detyruar, ka udhëtar, pra që i bashkangjitet atyre në udhëtimin e tij. Por që të gjithë do të zhduten me një herë, pra shkatrimi, ai përpirja e tokës do t'i përfshijë që të gjithë. Do t'i përthith toka që të gjithë. Dhe Allahu i lartësuar do t'i ringjall sipas nijeteve të tyre. Pra dënimin e dynja do ta marrin të një llojit. Sepse në aparencë ishin pjesë e ushtrisë. Ishin pjesë e ushtrisë. Por tek Allahu Azza wa Jall, kur të filloi llogaria, sipas nijeteve, ky pati nijet bënte zullumin në Qabe, do ndështrohet për të. Ky nuk pati nijet atë, por ishte thjesht i detyruar, apo ishte udhëtar, apo diçka tjetër. Nuk do të marrë siç dënim siç morën të parët. Dhe dietarët nxjerrin dobi të mëdha nga kjo pjesë e hadithit. Thonë se hadithi është shumë i rëndësishëm dhe tregon se muslimani duhet të qëndrojë larg zullumqarëve. Nuk duhet të bëhet pjesë e tyre. Nuk duhet t'i shoqërojë ata. Nuk duhet t'i përkrahë ata. Nuk duhet t'i ndihmojë ata. Sepse kush shton numrin e një populli, ai merr gjykimin e atij populli. Këta ju bashkangjitën, e shtun masën e njerëzve të asaj ushtrie. Morën gjykimin e atyre. I shoqëruan ata njerëz, qëndruan me ata, morën gjykimin e atyre në dynja. Prandaj edhe në këtë botë muslimani është i nderuar, është njeriu më i mirë. Nuk ka pse ti shërbej zullumqarit. Nuk ka pse të ndihmoj zullumqarin. Jo, ata duhet të vinë tek ai. Ata duhet t'ia japin nevojën atij. Por kur ndodh kjo? Kjo ndodh kur ti si musliman paraqet vlerat e Islamit, je musliman në të vërtetë, në kuptimin e plotë të fjalës. Pra, nuk shitesh, nuk bliesh, nuk je interesaxhi, nuk je vetjak, nuk je egoist, nuk je servil. Gjunafit i thu gjunaf, zullumit i thu zullum, e mbron të drejtën, e mbron të doptin, të shtypurin, e përka, e ndihmon të varfrit, kur ke vlera. Dhe gjithashtu përcillet nga Ebu Huraira radiallahu ta'ala anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, tek hadithi që përmendëm fillimisht, tha profeti alaihi wasallam, do të vinë njerëz nga ummeti im drejt Qabës, pra për të bërë luftë në Qabë. Kush janë këta? Nga ummeti musliman? Po, do jenë musliman. Do jenë musliman. Do të vinë kur të shohin se në Qabe apo në Mekë është Mehdi, muslimanët kanë filluar të japin besën atij, dhe ai është caktuar khalife. Atëherë prijes të tjerë musliman
që janë në zonat të tjera, do dërgojnë ushtrinë e tyre për ta vrarë të njëri, që mos i humbi pushteti. Po, nga zona e Shamit, përmendin dietarët, do të vinë nga Shami. Dhe atyre do të ndodh ky ndështim, pra që do të shfarosen brenda tokë, do t'i mbuloj apo do t'i përpi toka. Atyre do t'i ndodh. Siç bëhet e qartë edhe në hadithin e radhës, dhe hadithi i parë është i saktë për cilin Imam Muslimi. Thotë Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, do të jepet besa një personi ndërmjet ruknit dhe makamit. Rukni është gruri i zit në atë qoshën e Qabës, në njërin kënd të Qabës. Makamu Ibrahim. Dhe kush ta qenë e di që ata janë afër. Janë afër. Pra, ai do të jetë aty, do të qëndrojë aty kur njerëzit të vinë të japin besën, dietarët e tjerë. Do të vinë të japin besën. Dhe tha më pas profeti alayhi salatu wassalam, dhe nuk ka për ta shtelur shenjtërinë e Qabës, vetëse banorët, njerëzit e saj. Edhe kur ta bëjnë këtë gjë, mos pyet për shtatërimin që do të ndodh arabëve. Më pas do të vinë Habeshet, Abisinasit, që do ta shembin Qabën. Dhe ajo nuk do të ndërtohet më. Kjo është nga ngjarjet e fundit, ndër ngjarjet e fundit kiamet që në botë, në tokë që do të ndodhin. Pastaj është kiameti, shembja e Qabës. Nuk do të ndërtohet më. Dhe ata janë të cilët do të nxjerrin thesarin në të. Hadithi për cilin Imam Ahmedi dhe sartëson Sheikh Albani, Allahu i mëshiroft. Thot profeti alayhi salatu wasalam, do të jepet besa një personi ndërmjet ruknit dhe makamit. Këtu bëhet fjalë për Mehdin, siç shpjegohet në transmetimet e tjera. Dhe nuk e shtel shenjtërinë e Qabës. Shenjtëria këtu e Qabës ka për qëllim jo vetëm Qabën, por edhe territorin rreth saj. Vetëse njerëzit e saj, pra do të ndodh nga muslimanët. Do të ndodh nga muslimanët. Edhe kur ta bëjnë të gjë do të shkatrohen. Pra kur të kërkojnë të bëjnë një zullum të tillë, luftë në Qabë, të vrasin në Qabë padrejtësisht, atëherë kjo do të jetë shkatrim për arabët. Dhe pastaj do të vinë Abisinasit. Do të vinë, siç është përmendur në hadithe tjera, do të vinë dhe do ta shembin Qabën. Dhe kur ta shembin Qabën, ajo nuk do të ndërtohet më. Edhe do të nxjerrin thesarin e saj. Pra në Qabë ka thesar të fshehur. Se ku Allahu alem. Dhe ata janë të cilët do ta nxjerrin të thesar. Që është në Qabë. Dhe këto janë të dhe shtatrimesh, se ndodhin, sepse ka ardhur fundi. Ka ardhur fundi i ekzistencës së njeriu dhe tokës. Jetës në këtë botë të shtatrohet për të bërë më pas hyrja e njerëzve në xhenet dhe në xhehenem. Kjo është atë që mund të themi për sot rreth Mehdit, inshallah historinë e tij do ta vazhdojmë në netët e ardhshme. Elusim Allahun Azza wa Jall na japi neve diturinë e fe, qëndrueshmëri në fitne, na japi neve aftësinë për të dalluar të vërtetën nga pa vërteta, kapjen pas të parës dhe braktisjen e të dytës. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.